Elia Sipërmarrës, i cili donte të bashkëpunonte me Elvis Martinaj, kishte shumë benefite sepse ai ishte korrekt, por nga ana tjetër ai kërkonte korrektësi nga këta bashkëpunëtor, që do të thotë nëse vononin, sepse ndodhte shpesh që disa apo një numër i konsiderueshëm i tyre mund të futeshin dhe të luanin vetë loto apo biços dhe ju mbisin parat, atëherë ai prap jepte mundësinë që të ulej të gjende një mënyrë bashkëpunimi për sa i përket shkryerjes së detyrime, po kur në momentin nuk shikonte që nuk realizoi pagesa në kohë sipas marrëveshjes që ata kishin, atëherë ai fillonte me masa të tjera, duke filluar me marrjen e pasurisë në mënyrë me forcë, që do të thotë shkryerjen e detyrimit, mund të kishte improntë të luajshme apo të paluajshme, dhe metoda të tjera për të cilat kjo rezultoi fatale për vetë këtë shtetas, që do të thotë bëri shumë armiq.